Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Po lutim së bashku me ju mbrëmësorin e të hënës së madhe, psalmet të marra nga java 2 e psalterit. O hyj më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Himni. Po na prin flamujt e mbretit, shkëlqen misteri i kryqit, ku vetë krijuesi i trupit është varur me trup në atë kryq. Ku mbi të i plagosur me maj mizore të heshtës, për të na falur mëkatet tona, derdhi një rrëket gjaku. Dru e hishme dhe shkëlqyer, me purpur mbreti stolisur, nga trung fisnik zgjedhur, sa gjymtyr shejt e prekin. E lume në krah të rivarur, vlera e gjithë botës, që u bë balancë trupit e i hoqi plaçkën ferrit. Altar fli po ju falem për lavdin e mundimeve, se jeta mundi vdekjen e me vdekje ktheu prap jetën. Të falem kryq shprese vetme, në këtë kohë të mundimeve, shtoju hirin të drejtve, fajtorve falu krimet. Ty gur shpëtimi o Trini, çdo shpirt të lavdëroft, ato që me kryq shpëtove, ruaj i për herë për vete. Amen. Antifona e parë. Nuk ka bukuria s'dukje e kemi parë, një fytyrë e shëmtuar nga dhimbja. Psalmi 45, pjesa parë. Këngë dasme mbretërore. Nga zemra më bërojnë fjalët të këndshme, këngën time ja kushtoj mbretit. Gjuha ime si lapsi shkruesi të shpejt. Ti je i bukur, me i pashmi ndërbit e njerëzve. U zbraz hiri në buzët e tua, prandaj hyj të bekoj për amshim. Ngjeshe shpatën në i o trimi trimave. Vishu me shkëlqim e me madhëri. Për të mbrojtur të vërtetën, butësinë e të drejtën, e të mësoj të bësh emnes e djathta jote. Të mpreta janë shigjetat e tua në zemrat të armiqëve të mbretit. Popujt do të bie në sundimin tënd. Froni yt o hyj në shekujt të shekujve. Skeptër drejtësie, skeptri i mbretërisë sate. Ti e do drejtsin, ti uren pa drejtsin, prandaj të shugroj hyj yt, me vaj gëzimi që mos këndin ndër shokët e tu. U vjen era mirë, aloej e kasje petkave të tua. Në pallate ashtë elefanti, harpat të argëtojnë. Bia mbretërish janë në përcjelljen tënde. Në të djathtë të qëndron mbretëresha, në ar ofiri e ngrirë. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Nuk ka bukuri as dukje, e kemi parë, një fytyrë e shëmtuar nga dhimbja. Antifona e dytë. Shërptori tim do të jep turmat, sepse u dhurua vetë për vdekje. Psalmi 45, pjesa 2. Mbretëresha dhe nusja. Më vështro o bi, shih e dëgjo. Haroje popullin tënd dhe shtëpinë e babës tënd, atëherë mbretit do t'i pëlqej bukuria jote. Ai është zotria yt, nderoje atë. Populli i Tirit vjen me dhurata, për krahjen tënde e dëshirojnë princat e popullit. E lavdishme është bia mbretit për brenda, e mbështjell me petk të qëndisur me ar. Në petka lara ja sjellin mbretit. Për cjellja e saj, shoqet e saja vajza, me hare u prin e me brohori. Ja, po hyjnë në pallatet e mbretit. Në vend të etërve të tu do t'i kesh fëmijët.
Do t'i vësh princa mbi mbar dheun. Do të bëj të përmendet emri yt. Prej breznie në brezni, prandaj edhe popujt do të lavdërojnë. Në amshim e në shekuj të shekujve. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Shërptori tim do t'i jap turmat, sepse u dhurua vet për vdekje. Antifona 3. Zoti na ka mbushur me të mira në birin e tij të dashur. Me gjakun e tij ne jemi shëlbuar. Kënga krahasuar Efesianëve kapitulli parë rreshta 3 deri në 10. Hyji shpëtimtar. Qoftë bekuar hyji, ati Zoti ton Jezu Krishtit, i cili na bekoi me çdo bekim shpirtrar, në qiell në Krishtin. Në të na zgjodhi para krijimit të botës që të jemi të shenjtë e të papërlyer para Tij në dashuri. Ai na parashënoi për vete, të jemi bi në shpirt në saje të Jezu Krishtit, me pëlqimin e vullnetit të vet. Për nder të lavdisë së hirit të Tij, me të cilin na pajisi me anë të dashurit, në saje të gjakut të Tij, e fituam shpërblimin. Në të na u falen fajet, me anë të begatisë së hirit të Tij, të cilin hyje ndikoi në ne, bashk me çdo urti e kuptim. Ai na vuri në dijeni, mbi misterin e vullnetit të vet synim që lirisht kishte vendosur, qysh më parë ta kryente në të. Kur të plotsohej koha, të vërë çdo gjë në kryesinë e Krishtit të gjithë qendësit, që janë në qiell e në tokë. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Zoti na ka mbushur me të mira në birin e Tij të dashur, me gjakun e Tij ne jemi shëlbuar. Leximi i shkurtër Romakëve kapitulli 5 rreshta 8 deri 9. Hyji e dëftoi dashurinë e vet kundrejt nesh kështu, ndërsa ne ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. E mbasi tani jemi të shfaqsuar me anë të gjakut të Tij, është më e sigurt se ai do të na shpëtojë nga dënimi. Përgjigje e shkurtër. Na e trego dashurinë tënde, o Krisht, e ne do të shëlbohemi. Na e trego dashurinë tënde, o Krisht, e ne do të shëlbohemi. Pastroj mëkatet tona me gjakun tënd, e ne do të shëlbohemi. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Na e trego dashurinë tënde, o Krisht, e ne do të shëlbohemi. Kënga ungjillore Magnificat. Antifona. Sikur se Mojsiu lartësoi gjarprin në shkretë të tjerë, kështu do të lartësohet edhe biri i njeriut. Kushdo që beson në të, do të ketë jetën e pasosur. Kënga Virgjës së Lume sipas Lukës ungjilltar kapitulli parë, rreshtat 46 deri 55. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im me harej brorit hyjit shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërptoren e vet të përvuajt. Qese që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. Sepse punë të mëdha bëri për mua hyj gjithë pushtetshëm. I shejt është emri i Tij. Mëshira e Tij brezni më brezni, për ata që e druajnë. I tregoi fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve. I rrëzoi princat prej froneve të tyre, e i lartësoi të përvuajturit.
Me të mira i mbushi ata që s'kishin që të hanë, e të pasurit i nisi duar thatë. I ndihmoi Izraelit, shërptorit të vet, duke e sjell në mend mëshirën, si u apati premtuar e tërve tanë, në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim, lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Sikurse Mojsiu lartësoi gjarprin në shkret e tir, kështu do të lartësohet edhe biri i njeriut. Kushdo që beson në të, do të ketë jetën e pasosur. Lutjet e besimtarve. Shëlbuesi i botës Jezu Krishti me vdekjen e vet e shkatroi vdekjen tonë dhe me ngjalljen e vet e përtriu jetën. Atë të adhurojmë dhe sinqerisht ta lutim. Shuguroje popullin, ti që e ke shëlbuar me gjakun tënd. Shëlbuesi ynë Jezu Krisht, bëj që me kthimin nga mëkatet dhe me pengesë të përhershme, të marrim pjesë në mundimet e tua, në mënyrë që të mund të marrim pjesë edhe në lumturinë e amshuar. Shuguroje popullin, ti që e ke shëlbuar me gjakun tënd. Bëj që ta fitojmë mbrojtjen e nënës sate, ngushëllueses së të pikëlluarve, që ta meritojmë atë ngushëllim me të cilin mund të na ngushëllosh vetëm ti. Shuguroje popullin, ti që e ke shëlbuar me gjakun tënd. Bëj që besimtarët e tu të bëjnë pjesëmarrës në mundimet e tua, në çaste të vështira të jetës, që ashtu ta dëftojmë me jetë shëlbimin tënd. Shuguroje popullin, ti që e ke shëlbuar me gjakun tënd. E ke përullur vetveten duke u bërë i dëgjueshëm deri në vdekje, deri në vdekje në kryq. Bëj që shërptorët e tu të bëhen të dëgjueshëm, të durueshëm dhe të qëndrueshëm. Shuguroje popullin, ti që e ke shëlbuar me gjakun tënd. Me dhuratën tënde ke bërë që trupat e të vdekurve të bëhen të ngjashëm me trupin tënd të lumtur. Bëj që edhe ne të bëhemi pjesëmarrës të lumturisë së tyre. Shuguroje popullin, ti që e ke shëlbuar me gjakun tënd. Ati ynë që je në qiell, u shejtrofte emri yt, art mbretëria jote, u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. Bëj po të lutemi o hyj i gjithë pushtetshëm që në saje të mundimeve të një lindurit birit tënd, të kthehemi në jetë e re, ne që likështia jonë në ka molisur, në për Zotin ton Jezu Krishtin birin tënd, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me shpirtin shejt hy, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyn. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, lutëm së bashku me ju mbrëmësorin e të hënës javës së madhe. Vazhdoni qëndroni me programet tona. Një zëj krishtër në shtëpinë tënde. Qof lëvduar Jezu Krishti.